Kryepiskopi i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, fortlumturia e tij Joan, pas meshës në Katedralen Ortodokse, zhvilloi një takim me kryetarin e Bashkisë së Shkodrës Benet Beci. Bashkëbisedimi u fokusua në vlerësimin e qytetit të Shkodrës si simboli i harmonisë fetare, si një vlerë jo vetëm për komunitetin, por për të gjithë Shqipërinë. Shkodra ju e dini që është simbol i harmonisë fetare dhe për këtë janë të gjitha fejtë që ndikojnë, edhe në rastin tuaj do t'ju falenderoj edhe popullin për arsye sepse kemi përgjigjur gjithmonë gjuhën, mirëkuptimin, dashamirësinë, edhe mirësinë për të qenë në këtë komunikim tonë përbashkët edhe me shumë sinqeritet, të gjë edhe vlerësoj shumë ndikimin pozitiv në marrëdhëniet tona të shkollës. Këtu harmonia ndërmjet komuniteteve në planin etik. Është dhe në sigurinë kombëtare. Po dhe Shkodra kishte dëshuar. Duhet të falenderoj edhe kryebashkiakun për gjithë këto iniciativat, për gjithë punën që aty u bën qytetin e Shkodrës, sepse 30 vjet ju keni qenë edhe tjera përpara, keni po ka qenë si më qenë sallane. Në fund të takimit, kryebashkiaku Beci dhe kryepiskopi shkëmbyen dhurata simbolike. Kjo ishte vizita e parë zyrtare e kryepiskopit të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, fortlumturia e tij Joan, e cila përkon me të dielën e fundit para Krishtlindjes.